Me gjitha këto gatime që gatuan ti, mëngjes drek dark, besoj se në muaj të arrin 400 euro. Unë gatoj 1 në 3 ditë dhe e mbaj gjellën në frigorifer, edhe e ngro, besoj unë edhe, atere. Unë nuk gatoj asnjëherë 3 herë në ditët. Ju shikoni ato fundjavë që unë bëj shumë një të diele. Unë gjithmonë gatoj në darket. Edhe djali, gjithmonë do hajë shumë ushimin që unë do kam lënë nga darka, të shumtat e rasteve. Vajzën e madhe kam punë, burrin kam punë, unë vetë jam punë, Eliana është me drek, në shkollë, del në orën 4, vetëm djali. Të shumtat e rasteve i ha ato që unë kam gatuar. Edhe unë nuk gatuj me korrent, vetëm furrin kam me korrent. Reston tjetër unë e kam me gas, për shumë sobën, gatuj me gas. Edhe këtu në Itali, korrenti është i shtrenjtë, nuk them se nuk është i shtrenjtë. Por ama do të them vetë një gjë që 400 euro nuk kam paguar kurrë në jetën time drita. Se juve ju ngjan kështu, ke parasysh ju ngjan që unë bëj shumë ushqim. Në radhë parë jam veti 5. Janë 3 fëmijë, burri edhe vetë. Në radhë të dytë, unë gjithmonë e kam thënë edhe nëpër video që gatuj diçka më tepër për të më ngrënë fëmijët se vajza merr ushqim në punë. Djali po kur vinë nga shkolla 2:30 duhet haj. Që kështu e dashur, edhe ti që e gatuan gjellën, që gatuan 1 në 3 ditë. Për të gatuar 1 në 3 ditë, do gatuash për 3 vakte, apo jo? Për 3 darka ta zem, se mbase ti nuk gatuan, nuk e di gatuan mëngjesin a gatuan drekën. Do gatosh për 3 vakte, do të harxhosh të njëjtin korrent. Si të gatuash natë për natë dhe të gatuash 1 në 3 ditë, unë preferoj të gatuaj pak edhe sakt natë për natë edhe të atë freskët. Do të thosh ti po pse në frigorifer nuk është e freskët? Jo, nuk është njësoj si kur ti e gaton në moment. Por që 400 euro që thoj tia, nuk i kam paguar ndonjëherë. Se edhe neve që gatuajmë, edhe si shikoni ju që në video ju ngjanë si kur ne kemi bërë për një dasëm, por nuk është ashtuja. Edhe neve me eci me laps, që kur i thonë të na dalu, ajo llogaria në fund muajit. Edhe jo të prishim më shumë nga çmarim. Te doja të thoshja. Të uroj gjithë të mirat, qofsh mirë, por di vetëm kaq që mos i bëni sapet e të tjerëve se edhe ajo që i thonë që publikon një gatim apo ku ta di unë, edhe ai ecën me sape, edhe ai bën llogarit në fund muajit. Sa do dali dhe ku do dali dhe sa do harxhoj. Kaq di të them, tani çdo njeri mund ta mendojë në mënyrën e vet, por kush punon me krah dhe me djers, ja di vlerën, çdo të thotë të punosh nga mëngjesi deri në darkë. Edhe unë nuk kam gatuar asnjëherë 3 herë në ditët, edhe të dielave kafen shumë herë vetë pi në bar, edhe nuk as në shtëpi. Një herë në kaq mund të bëj një petull, mund të dielën po, do gatuaj për shembull dhe të dielën në drek, ose dhe diçka në darkë. Nëse mua më mbetet ushqim, ja si sot, për shembull që më kanë mbetur fasule të ku ta di unë, do bëj byrek me fasule, të shtoj vetëm 2 pet, se gjellën e kam gati. Që kështu të uroj dhe unë ty gjithë të mirat, por jo, nuk është ashtu si shtoj tia. Nuk po ta marr për ofendim të mesazh, thjesht mos i bëni llogarit tjetrit se çdo njeri i di vetë ato llogarit e tia. Shëndet e dashur dhe qofsh mirë.